Ëndra që realizohen me vullnet dhe besim. Ëndrat shndrohen në realitet kur u besojmë me gjithë shpirt. Monti është një djalosh Argjentinas, i cili përveç shkollës merret edhe me punë, kujdesej për kuajt e një stalle, i pastronte, i fshinte, i krinte. Ëndra e tij fëmijërore ishte që të ketë një stallë të tillë me kuaj, por ta ketë pronë të tijën. Madje të kishte në pronësi stallën më të madhe të kuajve në mbar Argjentinën. Një ditë mësuesi i leximit u kërkoi të bëjnë një ese rreth ëndrës së secilit prej nxënësve. Secili do të shkruante për ëndrrën dhe qëllimin e tij në jetë, të cilin mund ta realizonte. Monti e shkroi esen e tij për ëndrrën që e mundonte çdo ditë. Ishte një ëndër që përmbante deri tek detajet më të vogla, hapësirën që u duhej kuajve, gjatësinë e stallave, ushqimin, rratën e kuajve e tjerë. Pasi e përfundoi esen, ja dorëzoi mësuesit edhe ul në bank. Mësuesi e korrigjoi dhe i vuri not mbetëse. I shkënjyer ai e mori esen dhe vajti tek mësuesi të cilin e pyeti: "Përse më keni dhënë not mbetëse?" Mësuesi ju përgjigj: "Sepse unë kërkova të shkruani një ese rreth një ëndre aktuale, diçkaje që mund të realizohet, jo të fluturosh në hava. Dhe gjithë nxënësit e tjerë kanë shkruar për ëndra aktuale, ndërkohë që ëndra jote nuk është as pak e tillë. Ti nuk ke as para, as toka, as kuaj dhe as gjë. Megjithatë, unë po t'jap një shans të dytë, që të shkruash një ese të dytë rreth një ëndre, e cila mund të përmbushet. Atëherë do t'jap një notë kaluese." Djali u kthye në shtëpi edhe pasi i tregoi të atit e pyeti: "Çfarë mendon ti, babi? Të shkruaj një ese tjetër dhe të marr notë kaluese, apo të këmbgul në ëndrrën time?" I ati ju përgjigj: "Shije bëj vetë, nëse beson se mund ta realizosh këtë ëndër, nuk ke përse shkruan ese tjetër. Por nëse mendon se nuk mund ta realizosh, shkruaj një ese tjetër, edhe merr notën kaluese." Atë natë Monti nuk e zuri gjumi, duke menduar rreth ëndrës së tij. Të nesërmen vajti në shkollë dhe i tha mësuesit: "Ta gëzosh notën, ndërkohë që unë do t'i gëzohem ëndrës time." Kaluan muaj e vite, u ri djaloshi edhe pas shumë peripecish e përmbushi ëndrën e tij. Po, bëri një stallë shumë të madhe, më të madhe në të gjithë Argjentinën. Disa vite më vonë, shkolla ku kishte mësuar Monti organizon një kamping për nxënësit tek ferma e Montit. Bashkë me nxënësit ishte edhe vetë mësuesi i tij i dikurshëm. Me ta parë, mësuesi i tha: "Dikur u orvata të ta shuaj ëndrën tënde o birë, prandaj edhe të kërkoj falje. Historia e Montit është një rrezë shprese për çdo njeri i cili ka një ëndër dhe këmbgul derisa ta përmbush."